Mirëdita dhe përshëndetje miq të Partizani Channel, mirë se erdhët në arenën e Dema teksa bëhemi gati për një tjetër sfidë me emocione teksa sot na kanë shoqëruar vërtet shumë gola emocione nga arena e Dema teksa para pak çastësh mbyll dhe një sfidë dramatike ajo në mëveçarve teksa Partizani Fatjon Muhamedit nuk arriti dot ditë me pikë të plota në këtë fundjavë që do të mbyllet me skuadrën e Vorës. Partizani Vora për 18 vjeçarve. Partizani Aldo Duros momentalisht është vendosur në vendin e dytë pas fitores së rivalëve të Tiranës, por në rast fitore ndaj Vorës do rikthehemi aty ku kemi qenë gjithmonë në krye të tabelës. Vora pra vendi 4, 26 pikë. Një skuadër e cila nuk po bën keq në këtë debutim në këtë sezon të ri, por që gjithmonë i ka hapur probleme Partizani, ashtu se siç e rezultoi takimi i 9 vjeçarëve me një Vorë që ishte mbytur pothuajse në vendin e fundit, por një 3-3 i arritur vetëm në sekondën e fundit i dha një pikë mbase jo të artë, pasi nuk ndryshon asgjë, por që për Partizanin është një ndalesë e madhe. Takimi pra do të nisë me këto formacione, duke filluar si gjithmonë me skuadrën mike të Vorës në port me numër 12 Loka, me pas Koçi me numër 4, Hidri me numër 8, Zeqaj me numër 11, Skënderi me numër 19, Zalmi me numër 21, Zhupani 22, Murati 66, Avrami 69, Perhati 70 dhe Dragjoshi 77. Nikola Avrami pra tek miqt si pjesë e Partizanit, një mbrojtës që la përshtypje të mira në sezonin që lan pas, por tashmë do të kontribuojë për skuadrën mike të Vorës. Ndërkohë që Partizani Aldo Duros vjen me këtë formacion në port me numër 1 Qefalia, me numër 2 Balla, me numër 7 Zekaj, me numër 8 Myrta, me numër 10 Leshaj, me numër 11 Hoxha, me numër 13 Kaja, me numër 19 Kryezio, me numër 21 Ballaj, me numër 23 Hyka dhe me numër 99 Vjari. Kjo është formacioni i skuadrës Partizani, ndërkohë që ky takim do drejtohet nga kryesori Çaushi, i asistuar nga Cena dhe Gashi. Delegati i takimit është Leshi. Partizani pra vjen pas një fitore tenistike goleat ndaj Dinamo City 1-6, jam që lan pas, ndërkohë që ju ledhi në këto pamje mjaft të bukura me këtë kor kaq të fortë të Partizanit të 18 vjeçarëve pra. Por gjithashtu me një rezultat pozitiv vjen edhe skuadra Vorës që kanë poshtë Elbasanit në javën 16, kjo është java 17, jemi në javën e parafundit të kampionatit, pra do të i drejtohemi Durrësit pas kësaj ndeshje me shpresën që do dalim me një rezultat pozitiv, rezultat të mirë për të shkuar në fazën play-off me një diferencë të madhe të paktën me vendin e tretë Elbasanit që momentalisht është 14 nga vendi i parë dhe 11 nga Partizani, pra me 14 pikë në rast fitore Partizani në përgjithësimin e pikëve pra shkon në kuotën e 7, është një diferencë mjaftueshme për të luftuar edhe për të fokusuar vetëm tek kundërshtari i saj Tirana. Megjithatë gjithçka gati, le të shikojmë me topin e parë që do niset nga këmbët e Partizanit. Me shpejtësi si gjithmonë Hoxha, një top i gjatë të thellë sikur kërkohet befasia, kërkohet lëvizja e menjëhershme e kapitenit Rej Zekaj, autori i 21 goleve. Ndjek Gjuzi 20 dhe Hyka 19, interesant edhe këtu, teksa Partizani pra ka disa element që po bëjnë mjaft mirë në fazë ofensive. Ashtu siç kanë bërë çdo sezon, por ne shkojmë të zbritet shpejt. Kryezio i menjëhershëm krosimi drejt zonës. Tashmë është Djari, është në brendësitë e zonës, del nga zona, e kalon tek Hoxha, i cili si gjithmonë arsyeton dhe provon krosime drejt zonës. Ballaj. Për Ballën, pra kemi Robin Ballën me numër 2 dhe me numër 21 Albin Ballaj. Gjithashtu dhe tek një emër tjetër pra, ose më saktë kemi disa kombinime emra si tek Balla, Ballaj, Myrta, Leshaj, Orgito dhe Musa Leshaj, që shpesh do të dëgjoni dhe do të ju krijohet pak konfuzion, por që këto janë kombinime të emrave të rastësor të ndodhur në skuadrën e 18 vjeçarëve që po bën një sezon mbreslënës. Skuadra Zinxhir që fitoi dhe sezonin e shkuar pra kampionatin në derbin ndaj Tiranës, në një rivalitet që ka nisur plot 3 sezone, pra nga 15, 16 dhe 17, tashmë jemi tek një sezon akoma
më i rëndësishëm teksa vitet kalojnë, rëndësia bëhet edhe pesha e çdo ndeshje bëhet më e madhe, çdo trofeu ka vlerë më të madhe pra. Edhe duke shpresuar që Partizani të vijojë në krye ashtu siç ka bërë gjatë këtyre 16 javëve. Zekaj, kombinimet e mira, provon zonën, kërkot hyka, nuk arrihet. Megjithatë Partizani qëndron aty duke mos lejuar Vorën të dalë e lirshëm përpara dhe bën mjaft mirë pasi skuadra e Vorës e dorëzon lehtësisht tek Partizani. Edhe një herë Brian Vjari. Për numrin 8, Myrtën, Osman Myrta. Në të majt tashmë Zekaj, i vjen në mbështetje dhe Kryziu. Ka pranë hykën. Kërkon me televizë Zekaj, nuk arrin dot të krijojë një pikë pasimi, një kombinim, megjithatë edhe një herë Partizani. Fal vendosjes të mirë. Arrin të vejë në kontroll çdo top në çdo pjesë të fushës. Një top në rëndësi për Djarin, por nuk arrihet. Shkon drejt në riveniansorë ndjes. Vim pas disa rezultate të mira, pjesa më e madhe pra, përveç skuadrave të veçarëve që është ndalur në mënyrë dramatike, që askush nuk do ta mendonte, ta besonte përballë jo vetëm vendit të fundit, por në mënyrën se si e administroi, se si po shkonte ai takim me një ndeshje që nisi me shpejtësi me një gol të shpejtë të Partizanit, por u barazua në mënyrë të tillë pra, me reagim të shpejt, fal edhe një mbrojtje të Partizanit që tregua shumë naive. Shkoni çfarë lëvizje e bukur për Zekaj, goditje dhe shkon në rrjet, por e pabesueshme. Nuk vlen ky gol i Partizanit. Mes kontestime, por me të drejtë pasi ky gol dukshëm që Zekaj vinte nga thellësia. Ndaj dhe shpresojmë që regjia të na ofrojë edhe këtë moment, këtë pamje pasi jemi në minutën e 4 dhe një gol i shënuar nga Zekaj. E tashmë e shikojmë që regjia bëhet gati të na ofrojë këtë çast. Ndërkohë që Partizani ja dhe një pamjet pra teksa Zekaj, shikoni gosh Zekaj vion të jetë brendësi dhe topi që mbrojtësi i qendrës pra numër 4 Koçi që ngren dorën i pari është ai që e ban brenda limiteve. Megjithatë sulmon sërish Partizani, hyka, nuk arrin dot, këmbgul dhe largon me forcë aty numri 13 Kaja. Gjithashtu një herë hyka. Pra një moment shumë i dyshimt, një gol të Partizanit. E zhvlerësuar nga flamuri i virojësit të parë Cenës. Kaja. Në të 5 minuta. Rasti i parë vjen nga kjo tentativë i Zekajt. Kryziu, zbritje shpejt. Gjithmonë Emerald Kryziu, shikoni çfarë pasime skuadra kuqe, provon Zekaj dëshmë duhet në një goditje, nuk arrin dot, por nuk ka asfalt për gjyqtarin Çaushi që lejon lojën të vijojë, ndërkohë që Zekaj ka mbetur e i shtrirë shumë pranë zonës. Hoxha e kalon mjaft bukur tek Djari, pritet një krosim, por me një lëvizje kërkon të befasojë mbrojtësin e skuadrës së Vorës, nuk arrin dot Djari, mundësia për të provuar një kundërshtim të shpejtë nga krau i majt të numri 11 Zeqaj, gjithmonë Zeqaj, pret në mbështetje pjesë tjetër skuadrës, por ashtu siç bëri pak çast më parë, Hoxha e rikuperon në mënyrë më të mirë. Duke dhënë qetësi skuadrës, ka marrë një dëmtim të lehtë. Pra Partizani, Akademia Partizani ka regjistruar këto rezultate deri në këto çaste teksa jemi në ndeshjen e fundit të akademisë, pra takimi 18 vjeçar përmbyll një fundjavë mund ta quajmë plotësisht suksesshme, teksa Partizani U13 ka fituar në fushën Rogozhinës me rezultatin 1-6, 14 vjeçar në Shkodër ndaj Atletik Klub 0-5, 15 vjeçar ndaj Apollonis në Arenën e Demave 9-1, 16 vjeçar ndaj Apollonis në Arenën e Demave 5-2. Ndërkohë që 17 vjeçarët mposhtën Vorën në një duel të drejt për drejt në garë për vendin e parë 3-0, por rezultati pra që përmbyll ajo ku ne duhet të bënim më mirë dhe që është vërtet me një rëndësi të madhe. Grup mosha e 9 vjeçarëve është ndalur në 3-3 ndaj Vorës. Zekaj, stopim i mirë. E ka Kryzion aty, topi është për të. Pasimi drejt zonës, mundësia për hykën e më pas largohet me forcë nga mbrojtja e skuadrës së Vorës.
në një zonë ku Dhjari e shoqëron me qëtësi. Nuk arrin dot Hoxha. Provon Zeqaj. Edhe njërë skuadra Vorës që fiton këtë rivinatësore. Ndërkohë që një lajm pozitiv dhe nga fusha pra e skuadrës së Devollit, në Devoll atje në Juglindje, Partizani B ka korrë një sukses të pastër 1-6, duke vijuar drejt ecurisë pozitive në ndjekje të kryesimeve. Le të shkojmë të top mjaft të bukur. Provon Hoxha. Ka një korridor për hykën, ide ishte e mirë, u mbyll për një moment. Ka ngulur sërish Partizani. Dhjari. Gjithmonë Orgito Leshaj, që në këtë sfidë e provon dhe debuton me numrin 10 në fanell. Orgito pra i cili ka shnuar 4 gola në fanell dhe kuqe në këtë sezon. Një lojtar kudo i ndodhur, një element cilësor që i shërben shumë skuadrës Partizanit të Aldo Duros. Skuadra jonë pra që vjen pas suksesit ndaj Dinamo Cityt në një total prej 13 fitoresh, 2 barazije me një humbje, 69 gola shënuar, 14 pësuar. Është vërtet një makineri golash me plot gojën, pasi ndiqet nga Tirana 53, një diferencë e madhe pra dhe kjo. Por le të shkojmë Hoxha. Provon dhe arrin me një farë mënyrë për ballajn, këmbgul edhe një herë Partizani, Kaja. I fort këto pa adres, shkon drejt në vijën fundore, jashtë vijës fundore pra. Pra jemi tek 2 aspekte pozitive, si sulmi më i mirë, por shumë pranë dhe mbrojtjes më të mirë tek sa me 14 gola, me 2 gola më shumë se Tirana. Tregon cilësinë të dyja fazat pra. Por që të ndërtohen të faza pra duhet një mbështetje më e madhe mes të fushës, ndaj dhe po punohet fort dhe në aspektin e mesit fushës. Edhe një në zonë, rrezikshëm skuadra e Vorës, por ka shkaktuar faull. Sulmuesi i Vorës në brendësitë e zonës. Dhjari. Kaja. Edhe një drejt zonës për hykën. Ja, mjaft mirë tashmë, le të shikojmë Zekaj ka një prendim për një mbledhësh, por e ka vlerësuar një top të prekur me dorë gjyqtari Qaushi, por më parë duhet shikohet intensiteti i kësaj ndërhyrje ndaj Rej Zekajt përpara se të vinte ky kontakt. Le të shkojmë dhe një herë, stopimi mjaft i mirë. Shikoni, nuk ka fare kujdes mbrojtësi i skuadrës së Vorës që dhe vet shikon i prerë, pra i prerë në aspektin e lëvizjes, pra duke parë me pa shpresë.
Pra vërtet një moment shumë i dyshim që edhe njëherë për gjyqtarin Qaushi vijon të jetë Partizani ai që shkakton faule, skuadra që nuk është e rregullt në këto aksione, këto ndërhyrje, po për ardhur keq duhet ta rishikoj dhe asistenti që kishte një plan më të plot edhe më të qartë se do të ketë një lloj bashkëpunimi të paktën nëse nuk ka diçka tendencioze. Sepse u bën 2 apo 3 raste të pastra ku Partizani me të drejtë kërkon edhe hakun për këto lloj vendimesh. Krosimi që bllokohet. Mundësia për provuar dhe Hoxha godet jashtë kuadratit. Thjesht edhe këtë top ishte goditur me forcë nga Hoxha. Kemi parë gjithmonë në Riselin që të bëj goditje të klasit, goditje me teknik, por këtë herë preferoi t'i bjente me potencë. Le të shkojmë provon Partizani, Kryziu. Tashmë është Kryziu pra. Zekaj. Ballaj. Për Robin Ballën. Ka pranë Osman Myrdën. Shikon zonën Myrda, i cili dhuroi një asist te goli anulluar. Orgido Leshaj, krosimi fort që kalon gjithë pasqyrën dhe më pas shkon në fundore jashtë pra. Ky krosim në minutën 15 i Orgido Leshajt. Pra Partizani dominon sfidën e këto 5 minutë e para, por edhe në 2 momente ku do t'i tregoj pak më kujdesshëm gjyqtari dhe asistenti për të shkëm të mundësi. Provon Hyka me lëvizjen e tij. Orgido Leshaj. Duke shpresuar që në vijim të kemi sa më shumë vigjilencë, korreksi nga trupa gjykuese që deri në këto çaste nuk është në sinkron pra me këtë takim që po zhvillohet brenda fair play-t, brenda rregullorës Partizani, i cili kërkon me të drejtë me merit këto momente të rrezikshme. Një gol dhe një penalti e mohuar, të pak në këto dy janë më pikante, momente më decisive të këtyre 15 minutash. Penaltia ndaj Zekajt dhe goli shënuar pikërisht nga Zekajt, i cili ka qenë shumë aktiv në këto minuta. Rej Zekaj, autori pra i 21 goleve, qëndron në krye të listës së golshënuesve të Partizanit, por gjithashtu edhe te ti konvencioni pra. Provon Skënderi, mbyll me sukses Partizani. Balla për Myrtën. Është Ballaj pra, ndjes Ballaj. Ka shumë gjashmëri. Djali ka shumë hapësira krahun e djathtë, pritet një krosim, tokazi është për Hykën, i cili këmbgul, por nuk arrin megjithatë mbrojtja e skuadrës Vorës në vështirësi. Gjyqtari ndërpret takimin për të ardhur në ndihmë lojtarit e skuadrës Vorës që kanë mbetur i dëmtuar pas saj goditje drejtë në fytyrë. Një moment paniku në zonën e skuadrës mike, aty ku Hyka, i rrethuar nga dy lojtarë, krijoi një tension të lartë. Me të drejtë pra, një lojtar që ka shënuar 19 gole, por jo vetëm, një lojtar që në 3 sezonet e fundit është shpallur golshënuesi më i mirë për grup moshat përkatëse. Edhe vijon të jetë aty pranë kryesimit, edhe pse këtë sezon edhe sikur mos ta arrinte këtë aspekt, ishte shumë i kënaqur pasi sërish Partizani do të qëndrojë në krye. Me numër 7, Rej Zekajn. Që në 16 javë kampionat pra ka një rendiment të qartë. Dhe e gjen golin pothuajse në çdo ndeshje. Gola mjaft të rëndësishëm për Partizanin
që vion të tregoj forcën, karakterin, skuadra më mirë momentalisht. Në prag të mbylljes së fazë 2 pra, me vetëm një humbje. Një humbje që deri diku Partizani e ka shlyer, pra është kundërpërgjigje e Tiranës, ajo humbje që i shkaktoi Tirana në fushën e Skënder Halilit. Një humbje që e qëndron akoma e freskët në memorien e skuadrës së Partizanit, teksa ky short, pra ky kalendar në rezervoi në javët e para aty ku Partizani akoma nuk kishte kalibruar skuadrën. Në rezervoi një derbi që do të duhej të luajë në ditët e para të nxehta të shtatorit, por jo vetëm. Një gol i psuar në fundin e takimit nga një goditje dënimi në rrëmujësi, për pjesa tjetër ka qenë e barabartë, luftuar me raste, me episode nga dyja skuadrat, por jo ndonjë lojë me shumë, le të themi, kreativitet, për shkak edhe siç e përmenda pak çaste më parë, për shkak të kualitimit të skuadrave. Megjithatë Partizani pas këtij momenti nuk e vuajti as pak, përkundrazi reagoi mjaft mirë, duke marrë ndeshjet 1-1 e duke ardhur momenti për të përballur me rivalët e Tiranës, duke i kthyer reston, duke i mposhtur në Arenën e Demave. E jo vetëm kjo fitore, por i gjithë ky sezon, pra deri në këto çaste ka qenë fantastik, si në këto çaste teksa Rej Zekaj mund të provoj edhe asistimi drejt zonës, por bllokohet në goditje këndi e para për Partizanin. Ideja ishte e mirë, nuk ka asgjë për të shqetësuar, nuk ka asgjë për të mërzitur. Provoi Zekaj të gjente më të jepte një asist më të mirë për Leshajn, që mund të rezultonte fatal për portën e Vorës. Edhe pse kishte një mundësi të pastër shënimi vet, provoi altruizëm, pra është minuta e 20. Edhe Partizani do të provojë nga goditja e këndit. Le të shikojmë çfarë do të sjellë kjo goditje e këndit. Toka si është, Zekaj provon me një finte, nuk arrin dot. E megjithatë largohet me forcë nga skuadra e Vorës. Por Partizani është aty. Hyka. Gjithmonë në ergët Hyka. Lëviz mirë, pret mbështetje Djarit, provohet me një pasi me themër, megjithatë ka fituar një riveni anësore skuadra Partizanit. Hyka. Sërish këmbgul aty numri 22. Zhupani. Faul për Partizanin, goditje dënimi, 4 heqe, thot gjyqtari Qaushi. Një pozicion i favorshëm për të provuar është Risel Hoxha. Përveç goleve të shënuar, që nuk janë të paktë për një mesfushor. 11 gole ka shënuar Risel Hoxha në 16 javë. Por rëndësinë më të madhe janë në asistimet, rëndësia më madhe tek puna që ka bërë, pra. Shikoni krosimi shumë i lartë. Risel Hoxha ka një statistikë të frikshme të ka asistimi, aty ku pothuajse në çdo gol të këtyre 17 javëve, në çdo gol Risel Hoxha është pjari, pra organizatori, ai që iniciatori që nisi gjithçka nga këmbët e tij. E duke shpresuar që sot të jetë ai që do të ndërtoj, do të krijoj diçka interesante. Përpaksa nuk gabon këtu koçi. I detyruar ta dërgojë në rivinin anësore, i përket Partizanit. Që provon nga krau i djathtë, nuk arrin dot Leshaj. Zhupani. Mundësia tashmë, por Vora këmbgul nga krau i djathtë, rivinin anësor i përket Voraksëve. Edhe herë nga krau i djathtë. Provon Vora.
Vendoset mirë Partizani, ndërim për një çast balla. Edhe është më kërkon të dalë skuadra kuqe me Hoxhën. Hyka. Dhjari. Edhe një për Hykën. Kombinime mjaft të bukura, shikoni çfarë bën Hyka dhe Dhjari. Hyka nga krau i djathtë, shikon zonën, por me pak forca megjithatë arsyeton dhe dërgon tek Hoxha. Jo, mbyllet me sukses këtë herë ky pasim i cili do ishte shumë ideal, por që u kuptua me sukses nga mbrojtja e Vorës që tashmë ka shkaktuar një faull që niset me shpejtësi. Hoxha dhe Zekaj. Hoxha për Kryziun, Zekaj drejtohet zonës aty ku me 3 lojtar Partizani do kërkoj ta godas, por tashmë është krosimi. Bllokohet për një çast. Nuk arrin dot Hoxha. Kërkon kundër sulmin Vora, ndërim balla, por ky top i del në asist të skuadrës së Vorës që provon nga krau i majt ndërhyn me saktësi këtë herë. Ballaj i cili e kërkon sërish topin. Leshaj ndjes në këtë dyja tentativat ishte Osman Myrta nga spërkata dhe nisja e aksionit është numri 8. Osman Myrta që bëri vërtet një ndërhyrje mjaft të rëndësishme vendimtare ndaj numrit 11 Zeçaj. Ndërkohë që ka 2 lojtarë të skuadrës Vorës të mbetur në fushë të dëmtuar, kërkohet ndihma e stafit mjekësor. Do të rinis për atakime aty ku edhe u ndërpre në zonën e portës së Vorës tek Loka, Krisol Loka. Kjo është takimi i dytë në këtë sezon për ngjyrat e skuadrës së Vorës. Interesant për Akademia e Vorës që po përforcon dhe po mobilizon të gjitha grup moshat për të bërë një sezon të denjë dhe për të ngritur sa më lart akademinë e një skuadre e cila vërtet shumë interesante me këtë sezon, duke u paraqitur denjësisht tek 17 dhe 18 vjeçarët. 17 vjeçarët janë në luftë për titull, teksa sot e humbën kryesimin, prandaj skuadra e Algert Hurrës së Partizanit. Partizani jon pra mori kryesimin. Ndërkohë që në këtë ndeshje, në këtë përballje pra, Vora qëndron vendosur në vendin e 4-të, por jo keq, qëndron brenda pesës që do të marrë pjesë në fazën e play-offit dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme, ka shmangur vazën e play-outit pra skuadra e Vorës. E mban brenda vijave Dhjari, por ka humbur vetë kontrollin duke dalë jashtë vijës, ndërkohë që Vora si gjithmonë provon nga me anë të numrit 11 Zeçaj nga krau i majt, i rrezikshëm, i shpejt. Zalmi dhe Skënderi. Skënderi pra që do ekzekutoj këtë rrëvin anësore me shpejtësi. Hoxha surprizon me këtë krosim. Kaja me forcë, mjaft mirë, e dërgon tek Osman Myrta. Tashmë është balla. Shikoni lëvizje interesante të kombinimet mes Osman Myrtës dhe ballës.
që të blej njëri tjetrin në vendosje. Ndërkohë që një pretendim i Partizani pak çastën e parë, një ndërhyrje e fortë, tendencioze ndaj Hykës, por shkojmë me goditje në zonë e numrit 22 Zhupani, por shumë larg kuadratit, edhe pse tentativa, edhe pse pozicionimi ishte shumë i mirë në zonë, i ndodhur i vetëm, duhet të tregohemi të kujdesshëm me të tilla çaste për të mos i dhënë aq shumë hapësirë mundësi lojtarëve. Me pak forca Vora mund të na shkaktoj probleme, ashtu siç edhe rezultoi pra dhe sfida që lam pas. Ajo në veçarve. Hoxha. Mbyll mjaft mirë. Shikon gjithmonë nga kroj majt dhe ideja mjaft e mirë për Zekajn. Sulmon Zekaj drejtohet zonës, gjithmonë Rej Zekaj ka marrë një tjetër shtyrë, por gjyqtari me dorë bën që loja të vijojë, nuk ka asgjë. Edhe këtë herë. Një duel në zonë ku Zekaj mbeti shtrirë, ka marrë një dështyrë që për gjyqtarin është vlerësuar e lehtë, e rregullt. Këtë herë kishte më të qartë planin për të vendosur gjyqtari pra Çavushi. Hyka. Hoxha. Bllokohet edhe një herë këmbgul Hoxha. Nuk arrin. Por në vështirësi lojtari i skuadrës së Vorës. Kaja. Myrta. Loja që fillon me Ballajn. Zekaj. Gjithmonë Rej Zekaj. Fall për Partizanin. Goditje dënimi. Një goditje dënimi në një pozicion të favorshëm për të provuar pse jo. Zekaj ka një të djathtë potente. Por le të shkojmë nëse do jetë kjo një tentativë të portës apo një skem e mirë menduar e skuadrës së Aldo Duros. Se minuta e 30 sapo është mbyllur pra. Partizani 0, Vora 0 për skuadra kuqe. Nuk ka rreshtur se kërkuari golin, nuk ka rreshtur se provuari, madje e ka gjetur, por një gol i zhvlerësuar për pozicionazh loja, një flamur i ngritur i ka mohuar Partizanit avantazhin në këto 30 minuta. Megjithatë jo vetëm edhe një penallti që nuk është akorduar. Megjithatë le të shkojmë kjo goditje që shkon larg kuadratit. E provojmë edhe të djathtën numri 7 kapiteni Rej Zekaj, i cili nuk ka di dot këtë herë të shinjestroj kuadratin në këtë sezon 4 pra mos gaboj, nga 19 golat kanë ardhur nga goditje standarde. Shikoni çfarë bën Kryeziu. Sulmon deri në fund, por duhet edhe pjesa tjetër e skuadrës të mbështesë këtë lloj pressingu, të dëshirë të madhe, të këmbgulje, të grind të Kryeziut. Por duhet suport nga pjesa tjetër teksa Kryeziu ushtroi pressing deri në fund, hapësirat nga krau i majt i mbrojtjes ishin të mëdha. Kjo tentativë e numrit 8 me forcë bllokohet, nuk ka flamur të ngritur. Loja që vijon me topin dërguar saktësisht tek Zekaj, por nuk e vendos të kontroll siç duhet. Ndërkohë që rrezikon Vora me këtë pasim, Hykaj sulmon. Provon Zalmi me këmbë luan Çefalia. Janë sekonda që flasin për Vorën, që është vendosur mbi gjysmë fushën e saj duke afruar zonës së Partizanit si në këto çaste. Lëvizje e mirë numrit 11 Zeçaj, por largon me sukses Myrta, Osman Myrta. Rivini ansore që merret me qetësi. I shkon për shtat skuadrës Vorës. Ky rezultat momental. Teksa luhet pra dhe minuta 33.
Një dominim total i Partizanit, ndërkohë që në këto minuta të pakta flasin për një vorë më kërkuese, por që Partizani nga moment e moment është gjithmonë shumë i rrezikshëm. Në forcë kërkon të dalë Kaja. Ndërhyrje saktë dhe njëherë Kaja. Topi drejt Hykës. Le të shikojmë Erget Hyka. Shikon zonën, mundësia provuar, lëshon më shumë se duhet, madje ka mbetur edhe dëmtuar. Por për gjyqtarin që ndodhet shumë pranë, gjithçka është e rregullt. Hyka ka mbetur dëmtuar në zonë, ndërkohë që Orgido Lesha provon të dalë nga krau i djathtë. Ky top i prekur devijuar nga Lesha jo Skënderi. Ky është vendimi i Cenës. Ka një tension në këto çaste i panevojshëm e lojtarët që grumbullon me shpejtësi nga ato momentet kur duhet qetësi e shumë herët. Ndërkohë që dy akademit, Partizani dhe Vora, kanë humbur 2 lojtarë për grup moshë 17 vjeçar, pra për secilën skuadër, teksa Nezaj dhe Lataj pra për grup moshë 17 vjeçarëve pas një përplasje, pas një sheri shumë i ngjashëm si në këto çaste. Është ndëshkuar. Ndërkohë që i vetmi karton pas këtij momenti nuk është i lojtarëve që bën atë episodin, por është i për trajnerin e skuadrës tonë, pra Aldo Duro. Vion të jetë shumë i revoltuar, mbas edhe me të drejtë ka parë diçka shumë pranë Aldo Duro dhe kërkon të njëjtën gjë nga asistenti i gjyqtarit, pra nga Cena, të tregohet vigjilent. Sepse gjyqtari po tregohet shumë tolerancë, dhe mos me numrin 8, ku pra pak çastesh nuk e ndëshkoi duke falur dhe veprimin tashmë i kryer nga pikërisht nga ai lojtar që nuk do të e bënte atë veprim nëse do të ndëshkoj pak më herët. Po luaj Vion me Kajan. Të majt Kryziu. Ka pranë ballajn. Kërkon ta zgjidh vet. Rivin për Partizanin. Me shpejtësi tek Zekaj. Goditje këndi, por goditje këndi për Partizanin. Është minuta 36, por shikojmë gjyqtarin Qaushi që me një karton të kuq në dorë është i verdhë i dytë për trajnerin Aldo Duro. E i detyruar tashmë Aldo Duro ta lë skuadrën në ndërtimin e Klej Carës, pasi me 2 të verdha del nga fusha. Me karton të kuq trajneri drejtuesi pankinës së Partizanit, shumë i revoltuar dhe me shumë të drejtë pas këtyre episodeve të njëpasnjëshme, duke filluar nga goli, penaltia apo dhe precedent tjerë që bën vërtet. Po lëshim të mundësi. Provon edhe godet mjaft mirë, le të shikojmë nëse arrin Zekaj, nuk ka arritur. Por ka dhe një pretendim të rej Zekajt për një kontakt, por për gjyqtarin mjaftohet vetëm me goditje këndje treta. Shumë pranë golit i ofrohet Osman Myrta. Shumë pranë golit i ofrohet Partizani. Edhe një Orgido Leshaj nga këndorja. Krosimi drejt portës, i rrezikshëm dhe e provon balla! Shumë pranë golit, çfarë kemi humbur? Por le të shikojmë çfarë sjell një herë. Tentativa dy sërish për Robin Ballën, këtë herë nuk e arrin. Por për të ardhur keq që nuk arritëm dot të shënojmë me 2 tentativa të njëpasnjëshme. Dhe pak mungesa e fatit si në të dy rastet. E tek Osman Myrta, e tashmë Balla që me të djathën e tij shumë pranë vijës fatale, nuk arrit dot ta dërgojë në rrjet. Raste
të shumë dashënimi, goli anulluar. Pretendime për 11 metësh, karton të kuq për trajneri Naldo Duro, shumë episode brenda këtyre 38 minutash në një sfidë të luftuar e të merituar një gol të paktën për Partizani për të çka po jep në këto minuta. Po shpresoj që kjo dëshirë e madhe mos të zbehet, por të vijoj me shumë këngulje. Duhej një flamurin ngritur në atë çast, shumë i avancuar, dukshëm lojtari sulmuesi i Vorës. Në këto momente shikoni çfarë lëvizje bën dhe i afrohet zonës sulmi i Vorës. Pasimi drejt zonës. Goditja, Çefalia. Fatmirësisht edhe e lehtë, por Çefalia e vendosur mirë. Në minutën 39 vjen dhe rasti më i rrezikshëm, mundësia e shënimit për skuadrën e Vorës që mbyllet me sukses falë edhe ndërhyrjes së mbrojtjes, por edhe vendosjes së mirë të portierit Klaus Çefalia. Orkido Leshaj. Mjaft mirë për Hoxhen. Topi drejt Zekajt, ideja ishte fantastike, këmbgulli një herë Orkido Leshaj. Është ndjes Hoxha. I ku do ndodhur Hoxha? Gjithmonë rriset Hoxha. Vjen në mbështetje Djari për Hykën, i cili del nga zona me atë këmbgul dhe le të shkojmë. Revina Ansore i përket Vorës sot Cena. Shumë mundësi edhe këto vendime po vijojnë të acarojnë akoma shumë trajnerin e Partizanit që po e shikon tashmë ndeshjen nga tribuna. Duke i parë akoma dhe më të qarta këto momente, këto episode, këto gjëra që në duken të lehta, por që zben atë sulmet e Partizanit që përballon me gjitha forcat për gjetur golin si në këto çaste. Teksa lëvizja mjaft e bukur e Kryeziut kërkoi një pas drejt Zekajt, por Hyka ishte më i qartë, tashmë ka pozicionazh loje. Minuta e 40. 5 nga fundi i pjesës së parë. Një pjesë e parë vërtet pa gola, por me shumë episode. Sidomos në portën e Vorës, aty ku është goditur dhe është provuar në të gjitha forcat për gjetur një gol në këtë pjesë të parë. Ka një lojtar të Vorës të dëmtuar, ngrihet ngadalë, nuk do duhet të ndërhyjë stafit mjekësor. Provon Partizani tashmë. Me të gjitha forcat. Leshaj, Djari, një zbritje e shpejt. Krosimi i mirë. Nuk sulmohet nga sulmi i Partizanit. Megjithatë provon një herë skuadra e kuq ta vendosë kontroll. Nuk arrin dot. Një top e lëshuar drejt zonës aty ku sulmi i Vorës provon. Ndërhyn saktësisht Çefalia, por ishte i mbërthyer. Për hatje pra, izoluar nga Robin Balla. Hoxha për Hykën, i cili provon për ndërhyn mbrojtja, ndërhyn Koçi. Është e vlerësuar i pa rregullt, pra ka pozicionazh loje. Një ndërhyrje pa rregullt. Kjo ndërhyrje faktikisht një ndërhyrje e ndeshkueshme, por që sipas gjyqtarit nuk është asfall, përkundrazi, është thjesht një revenancore për Vorën. Ishte lojtari i Partizanit.
i cili arriti parë në top, mori kontaktin, goditjen. Por çuditshme, nuk ka as edhe asistimin, nuk ka. Madje ka mbetur dëmtuar në këto çaste Brian Viali. Pra i dëmtuar për të rrezikuar sfidën, pra. Me shumë mundësi Brian Viali do të lë fushën pas edhe sinjalizimit të bërë nga Rej Zekaj drejt pankinës. Nuk mund të vazhdoj me tej, pra. Viali ka marrë një goditje fort drejtën e këmbë. Por për të ardhur keq as gjyqtari, por edhe as asistenti që është shumë pranë aty nuk e ka vënë në re këtë goditje, këtë kontakt të fort drejtën e këmbë. I detyruar të braktis fushën tashmë Viali, duke shpresuar asgjë serioze për djalëshin ton, i cili po zbarkonte shpesh në zonën e Vorës, duke qenë gjithmonë i rrezikshëm nga krau i djathtë. Por tashmë Partizani bëhet gati për zëvendësim. Është Luciano Myrto që do hyjë në fushën e lojës tashmë me numër 14. Për të ardhur keq shikoni, pra, dhe gjyqtari nuk e di nëse e ndjen sadopak peshën e fajit, sidomos me këtë vendim një herë. Përveç dëmtimit që është një humbje e madhe edhe për Partizanin. Por edhe aspekti moral, ajo goditje që shkaktoi edhe këtë dëmtim që e bën të detyroj Partizanin të ndërroj edhe jo kokë me kokë, tashmë balla kalon edhe djathtë. Luciano Myrto vendosët të mesin e fushës përpara mbrojtjes. Ballaj. Lëvizje mjaft të bukur Kryeziut. Por i fort ky top për hykën. Bën gjithçka mirë Kryeziu, por në pasimin e fundit pak më shumë kujdes. Pasi vërtet nga krau i majt me zbritjet e tij është një rreziku i madh për mbrojtjen e skuadrës kundërshtare. Minuta e fundit po mbyllet 0-0. Partizani ka humbur element në këtë sfidë, ka humbur trajnerin me 2 kartona të verdh, por edhe Brian Viali, i cili u largoi dëmtuar, pa llogaritur dhe nëse më të quajmë humbje, por ato janë vendimet e gjyqtarit, një gol i anulluar dhe një penalti e pa dhënë, përveç aspekteve tjera, faulove, taktike e gjëra të vogla si out, por shpresoj që kjo sfidë mos vijoj me këtë lloj intensiteti të gabimesh nga trupa gjykuese. Por jo, do të vijoj, do duhet të vijoj, pasi edhe në këto çaste është akorduar një faull në sulm. Rej Zekaj që kërceu mbi të gjithë, madje nuk e preku as topin. Në vlerësoj pa rregullt. Leshaj për Robin Ballon. Osman Myrta. Topi mjaft i bukur për Kryeziun. Zekaj. Luciano Myrto. Orgito Leshaj. Krosimi më i hershëm, i bllokuar në 2 momente. Ka një top të prekur me dorë në mënyrë të pavullnetshme. Por ky krosim që bllokohet dhe shkon drejt në zonën e mbrojtur nga Loka, i cili ka bërë ai një ndërhyrje vendimtare gjatë 47 minutave të kësaj pjese parë. Por që do të thënë, Partizani ka qenë dhe i pa fat, teksa në minutën e 34 në 2 tentativa nga një goditje këndi rrezikoi të shënonte golin e parë të kësaj sfide. Kryeziu. Zekaj. Del nga zona. Lëviz me trup për të krijuar hapësirën. Gjithmonë Zekaj, Kryeziu. Edhe krosimi më i hershëm nuk arrin dot Orgito Leshaj. Çfarë krosimi? Çfarë ideja të Kryeziut me atë lëvizje, por këtu mbyllet edhe pjesa e parë, nuk ka më kohë.
Një 0-0, një pjesë e parë e mbushur plot me episode për pa gola. Shpresoj që pjesë e dytë Partizani të reflektojë, të reagojë, por mbi të gjitha më shumë reflektim kërkojmë edhe nga stafi, nga trupa gjykuese, gjyqtari Çavushi dhe asistentët e tij. Shihemi të dëgjojmë pas pak, pas një pushimi të shkurtër live në Partizani Channel. Një rrugëtim që nisi me një ëndër. Një mision që vazhdon me pasion. Nga dita e parë, çdo gol, çdo përqafim, çdo buzëqeshje është pjesë e një historie që shkruhet me zemër. Një histori e punës, disiplinës dhe dashurisë për futbollin, që mban vetëm një emër: Akademia Partizani. Këtu lind pasioni. Këtu ndërtohet karakteri. Këtu fillon rruga çdo lojtari që ndëron të mbajë fanellën e kuqe. Nën kujdesin e trajnerëve, për kushtimin e stafit dhe frymën e një familje të madhe. Çdo ditë është një hap drejt të ardhmës, sepse në Akademinë Partizani nuk mësojmë vetëm të luajmë futboll. Mësojmë të fitojmë me shpirt, me dinjitet dhe me zemrën e kuqe. Akademia Partizani, fabrika e kampionëve, krenaria e të kuqeve.
Një rrugëtim që nisi me një ëndër. Një mision që vazhdon me pasion. Nga dita e parë, çdo gol, çdo përqafim, çdo buzëqeshje është pjesë e një historie që shkruhet me zemër. Një histori e punës, disiplinës dhe dashurisë për futbollin, që mban vetëm një emër: Akademia Partizani. Këtu lind pasioni, këtu ndërtohet karakteri. Këtu fillon rruga e çdo lojtari që ndëron të mbajë fanellën e kuqe. Nën kujdesin e trajnerëve, për kushtimin e stafit dhe frymën e një familje të madhe. Çdo ditë është një hap drejt të ardhmës, sepse në Akademinë Partizani nuk mësojmë vetëm të luajmë futboll, mësojmë të fitojmë me shpirt, me dinjitet dhe me zemrën e kuqe. Akademia Partizani, fabrika e kampionëve, krenaria e të kuqeve. Përshëndetje dhe mirëserdhën në transmetimin e pjesës 2 të Partizani Channel. Ndërsa regjia na ofroi një herostat në tabelë, shpresoj që të jetë një augur i mirë, pasi ishte vetëm një gabim pra i regjiston, diçka që ndodh shpesh edhe në transmetime ndeshjeve të tjera ndërkombëtare, jo më në Shqipëri, por që pjesa e dytë pra do të nisë me të njëjtën informacion, me të dyja skuadrat nuk ka asnjë ndryshim përveç ndryshimit të bërë gjatë pjesës së parë. Le të shikojmë të crossim drejt zonës, është Zekaj, mundësia për provuar, për të goditur, nuk arrin dot Zekaj, kërkon kombinimin, e ka Hyka tashmë, i cili dërgon tek Kryeziu. E ka nisur me shpejtësi, ashtu siç është dhe mbyllur me të njëjtën mënyrë pjesa e parë pra, me Partizani që kërkon golin me çdo kusht, teksa Partizani pjesën e parë ka pasur shumë pretendime dhe madje është ndëshkuar me karton të kuq trajneri i skuadrës tonë për protesta që kanë qenë pothuajse me të drejtë, të plot me plot gojën, pra shumë të drejta protestat nga goli anulluar dhe tek shumë episode që një nga më të rëndësishmet ishte dhe humbja e një lojtari si Vjari, i cili për shkak të një goditje të marrë në këmbë u detyruar të lë fushën, i zëvendësuar në minutën e 44 nga Luciano Myrto. Ndërkohë që për gjyqtarin ajo ndërhyjeshte vetëm rivenancore për Vorën,
gjithçka nisi pra nga shumë episode, por përfundoi me një dëmtim të një lojtari dhe karton të kuq të trajnerit. Krosimi drejt zonës është në një zonë ku luftohet nga Kryeziu. Në vërshësi numër 77 Dragjoshi, ndërkohë që rivjen sori përket Vorës. Pra pjesë e parë ka folur krejt për Partizanin, vetëm një rast, një mundësi kishte skuadra e Vorës që provoi me një zbritje kundër sulm të shpejt, por u mbyll me sukses falë mbrojtjes dhe portierit Klaus Cefalia. Partizani pra që ka nisur pra takime Cefali në port me numër 2 Balla, me numër 7 Zekaj, Osman Myrta me numër 8, me numër 10 Leshaj, me numër 10 Hoxha, me numër 13 Kaja, me numër 19 Kryeziu, me numër 21 Ballaj, me numër 23 Hyka, ndërkohë që Avjari pra e nisi takim por detyruar ta lënë në minutën 44. Por kjo pjesë e dytë pra, shpresoj që të shpërblet në maksimum kjo skuadër që ka prodhuar shumë volum, shumë lojë dhe ka vërtet shumë cilësi në gjirin e saj. Zekaj. Nuk arrin dot Zekaj. Shkakton faull. Minuta e 48. Rej Zekaj pra autori i 21 golave të shënuar në këto 16 javë, kjo është java 17, pjesa e parë ka qenë shumë pranë golit Partizani me Zekajn, por gjithashtu dhe me lojtarë tjerë si Myrta pra, jo Myrto, pasi kemi të dy në fush, dhe Balla. Gjithashtu kanë provuar të gjithë nga pak, edhe të pa fat, por gjithashtu dhe një mobilizim i mbrojtjes së Vorës, që në këtë ditë gjatë të mundimshme për skuadrën e Akademisë së Vorës, për skuadrat e Akademisë së Vorës, 3 të tilla, 2 e kanë përfunduar misionin ku kanë arritur të marrin 1 pikë nga 2 ndeshjet e para tek 17 dhe 19 vjeçart. 17 vjeçar pra në poshtën, 19 vjeçart morën 1 pikë, pra vetë 1 pikë që kanë marrë në këtë fush. Le të themi deri në këto çaste, pasi është edhe ndeshja e 18 vjeçarëve. Provon drejt qendrës Zekaj, por nuk arrin dot, e kërkonte për disa çaste Hyka. Shikoni çfarë ndodh në të aksion ku Cefalia ndërhyn duke larguar, por jo në një zonë të favorshme, ndërkohë që kjo tentativë e dytë e numrit 11 është e lehtë për Cefalin që është pozicionuar me shpejtësi drejt qendrës së zonës. Ndjen një shqetësim të lehtë në stomak. Por asgjë serioze për Klaus Cefalin. Balla. Luciano Myrto. E kërkon Hyka dhe topi është në detaj për të. Vjen në mbështet Kryeziu. Shikon zonën. Krosimi i mirë për Zekaj, goditja që shkon në rjetë. Shënon Partizani, shënon Rej Zekaj, shënon dhe golin e 22. Kapiteni Zekaj, Partizani 1, Vora 0. Në minutën e 50 është bllokohet sfida. Është Kryeziu që gjithmonë shfaqet rrezikshëm nga krahu i majt. Këtë herë ka gjetur në detaj Zekaj në brend të zonës, në zemër të zonës, nuk ka falur, duke e dërguar topën në rrjet, ndërkohë që regjia bëhet gati në frojë herë këtë çast të moment emocionues në arenën e Demave, teksa kanë nisur dhe rreshtet e para të shiut. Nisi gjithçka nga Luciano Myrto. Një top në detaj për Hykën, mbështet me shpejtësi Kryeziu, shikon zonën, beson shumë Kryeziu, e kërcimi i Rej Zekajt kanë poshtur portierin Loka për 1-0. Nisë në mënyrë më të bukur kjo pjesë e dytë dhe skuadra kuqe feston e gjitha për treguar unitetin, bashkimin, harmoninë e kësaj skuadre që tashmë me këtë gol momentalisht shkon në vend e rikthehet në vend e parë, pra aty ku ka qëndruar pothuajse në të gjithë kampionatin me 44 pikë. Goli numër 70 për Partizanin, rekord edhe në aspektin ofensiv, ndërkohë që individual për Rej Zekajn që vijon tashmë të krijojë dhe diferencën me Gjuzin edhe Hykën. Kryeziu, Hyka, lëvizje mjaft të bukur, kërkon surprizoi me këtë goditje të mëshme Hoxha, por shikoni çfarë dëshire, çfarë grinte tregon skuadra kuqe edhe pas golit, ndërkohë që projektorët na japin më shumë qartësi për të bërë dhe një ndeshje akoma më të bukur në këtë të diel 15 shkurti. Shpresoj që skuadra e Partizanit të vijojë me të njëjtën
dëshirë të madhe, pasi një gol i shpejt e ka shliruar disi pas shumë tentativash të bërë gjatë pjesës së parë pra. Ndërkohë që kjo është momentalisht, pasi ka akoma shumë lojë, fitoria numër 6 nëse do arrihet. Pasi kemi fituar me 13 vjeçarët, 1-6 në Rogozhin, 14 vjeçarët 0-5 në Shkodër ndaj Atletic Club, 15 vjeçarët fituan ndaj Apollonis në Arenën e Demave 9-1. 16 vjeçarët pikërisht ndaj Apollonis me rezultatin 5-2, 17 vjeçarët 3-0 ndaj Vorës dhe për të ardhur keq 9 vjeçarët 3-3 u ndalën ndaj Vorës. Por Hyka, krosimi drejt një zone ku sulmohet nga Leshaj, por një devim i fortë shkon në rivinansor për Partizanin. Është shumë impulsiv sulmi Partizanit në këtë fraksion të pjesës së dytë. Ndërkohë që u përmenda dhe rezultati i Akademisë, Gjeras të kujtoi dhe fitoren mbreslënse të skuadrës së Partizanit B në Devol. Fitore që shpresoj dhe uroj shumë që të shoqërohet nga ajo që është akoma më rëndësishmja e kësaj jave në Air Albania, pas pak çastesh pra, jemi shumë pranë startit të super sfidës derbit të kryeqytetit Partizani Tirana. Me mendje, me trupe me zemër në këtë sfidë, patjetër që edhe do t'i japim rëndësinë maksimale kësaj sfide që është shumë e rëndësishme. Hoxha me këtë parabol surprizon në lokën, por jashtë kuadratit. E kemi parë edhe si deja vu këtë lëvizje, këtë goditje që këtë herë nuk rrestoi e njëjtë pra. Ndërkohë që skuadra e Vorës bëhet gati për 2 zëvendësime. Pra, kemi 2 zëvendësime në radhë të skuadrës së Vorës. Në minutën 54 ndërhyn trajneri i skuadrës mike. Kemi 2 zëvendësime në radhë të skuadrës së Vorës, teksa në fushë kemi Mullën dhe Agon, jashtë fushë Murati dhe Zeçaj. Por gjithashtu bëhet gati për një tjetër zëvendësim i detyrueshëm pas këtij ritmi të skuadrës së Partizan, kësaj këmbgulje të thellë, të gjatë, të fortë të skuadrës kuqe për të shënuar një tjetër gol të rëndësishëm. E ka mundësinë, e ka forcën, i ka cilësitë kjo skuadër. E nuk janë rastësor këto 70 gole shënuar, nuk janë rastësor këto 14 gola të mësuar. E gjithashtu fitoret pra të shumta, humbje të pakta. Vetëm një Zekaj, sërish Kryziu qëndron aty pranë. Por kjo goditje që devijohet, bllokohet, ngel në zonë aty ku Hyka provon ta zgjidh vetë gjithmonë Hyka. E godet në rryn Loka më pas, le të shikojmë. Nuk arrin dot Partizani, ishte shumë pranë golit, Erkit Hyka, që në zonën është shumë të ngushtë, shkakton panik, tension në zonën e Vorës. Kaja, gjithmonë Dardi Kaja, që ka qenë edhe ai shumë aktiv dhe shumë efikas në ndërhyrjet e tij gjatë pjesës së parë. Hoxha, krosimi drejt zonës, largohet për një moment, provon këmbgul Orkido Leshaj, i cili arrit fitoi këtë goditje këndje, 4 për Partizanin. Shkon me shpejtësi aty Risel Hoxha. Hoxha, krosimi drejt qendrës, largohet për një moment, këmbgul Leshaj, edhe një herë Hoxha, pritet një tjetër lëvizje, një tjetër krosim, ideja e bukur e Hoxhës. Hyka godet, por është Zekaj, qendrore lehtë për Lokën. Tjetër tentativ drejt portës së Vorës, sërish Partizani me anë të Zekajt, por krosim në detaj i Hoxhës. Zekaj, Hyka, Zekaj. Të herë nuk arrin dot pas shumë e lehtë që largohet nga mbrojtja e Vorës. Luciano Myrto.
Balla. Zekaj. Me që dhe si e dërgon tek Myrta. Leshaj. Gjithmonë Leshaj. Lëvizje e mirë. Hoxha. Shikoni çfarë kërkon të bëjë më sakt, përvoj të dëpërtonte i vetëm. Risel Hoxha është fjala e Partizanit që dominon këtë sfidë në çdo minutë, përveç një momenti, një rast, një tentative që u mbyll me sukses nga mbrojtja dhe porta e Partizanit. Pjesa tjetër flet për skuadrën e kuqe, një dominancë totale në çdo aspekt, duke krijuar, duke bërë maksimumin për të nxjerrur në dritë jo vetëm një gol që shënuar nga këmbët e kapitenit, pra lojtari që ka topin numër 7. Esposton luajën mjaft bukur tek Leshaj, krosimi me njëhershëm për Hykën. Nuk arrin dot Hyka, i hap rrugë topit, megjithatë ka vendosur me kontroll për të fituar thjesht një goditje këndi që është e 5-ta për Partizanin, ndërkohë që gjyqtari bën me shej që do kryet zëvendësimin në këtë çast, do futet në fushë Qose, do marr vendin e Dragjoshit. Në numër 9 pra. Priti disa momente Qose, trajneri i Vorës për ta futur. Ndjes është Ergej Lushaj. Lushaj pra, Partizani vijon, këmbgul, krosimi, tashmë është sërish nga krau i majt. Aty ku mund të përfitoj Hoxha, godet në forcë topi që bllokohet nga Loka. Çfarë pritje ka bërë portieri i Vorës. Një tentativë mjaft e bukur. Një goditje me njëhershme e Risel Hoxhës. Ndërkohë që goditja e 5-6 nga këndi nisën me shpejtësi, duke mos arritur të krijojmë diçka, jap mundësi Vorës për provuar një kundërsulm, por edhe Vora nuk ka forcën. Nuk ka energji të duhura për të dalë me shpejtësi dhe dorëzon lehtësisht. Topi drejt Hykës, i cili nuk arrin dot me forcë që duhej. Provon Vora, por edhe nga mënyra e pasimit ndihet shumë e lodhur në këto 60 minuta lojë. Nuk ka forcë, nuk ka freski. Është edhe për shkak se Partizani ka imponuar një lojë që të vrapoj shumë pas topit dhe të vraposh pas topit 60 minuta. Nuk është e lehtë, vërtet është një stërmundim i madh për lëshkëm të tentativë drejt zonës Klaus Qefalis, i qetë, i revoltuar disimet e tit, duke i kërkuar llogari për lënien një hapësire goditëse. Aty ku e mbylli vetë me sukses Qefalia. Kryziu. Kaja. Lëviz bukur Kaja, por në një zonë shumë të rrezikshme. E më pas dorëzon lehtësisht sulmon Zekaj. Ndërkohë që numri 22 dërgon tek portieri Loka. Një mundësi e mirë për Partizanin, Orgito Leshaj! Ter katranos gjithçka, porta dhe mbrojtja e skuadrës Vorës për 2-0. Një moment ku Partizani pra nuk po besonte, vjen nga një gabim i portës. Le ta shikojmë një herë, megjithatë vlerësohet dhe kjo këmbgulje e Zekaj që shkoi deri në fund. Pasimi dhe mos koordinimi me mbrojtjen, përfitoi aty Orgito Leshaj. Por është ngritur shumë shpejt, do të parë dhe kjo aspekt pozitiv tek presingu, i ultra presingu i skuadrës kuqe që ngrihet me shpejtësi duke vendosur në vështirësi mbrojtjen e skuadrës së Vorës dhe goli i dytë brenda 10 minutash pra, në të 50-ën Zekaj, në të 60-ën 61 sapo ka përfunduar pra është Orgito Leshaj. 10 minutë, brenda 10 minutash kemi shënuar 2 gola, ndërkohë që për Orgito Leshaj ky është goli 5 në 15 javë. Një gol qetësie për skuadrën e kuqe. Ndërkohë që Shiu i Dender pra vijon të na shoqëroj në këtë sfidë që po zhvillohet normalisht pra.
pa ndjer shumë, e shpresoj që mos ta ndjen në vijim, pra pasi dhe në këto ritme, këtë ritëm, pra nuk do ta bëj shumë të lehtë, megjithatë kushtet e këtij stadiumi ja mundsojnë që ky sfidë të mbyllet me sukses. Ka një lojtar të skuadrës Vorës të dëmtuar. Ndërkohë që në plan parë edhe regjia na ofron Frenki Vyshkën i gatshëm për të hyrë në fushën e lojës, numri 3. Me shpejtësi nxiton në mjeku i skuadrës së Partizanit. Për t'i ardhur në ndihmë njërit nga lojtarët e skuadrës Vorës. Si shikoni dhe nga flamuri asistentit Cena dhe trysnia e erës, pra shumë e lartë në favor të skuadrës Vorës, paktën në këtë pjesë të dytë. Por gjatë pjesës e parë nuk kishim probleme me kushtet atmosferike. Kryet pra zëvendësimi në radhë Partizanit, del nga fusha e lojës Ballaj dhe vendi e tij e merr Vyshka. Shkojmë me Kryeziu që kalon në të djathtë dhe Vyshka në të majt. Ndërkohë Kaja dhe Myrto dhe Balla do të vijojnë të jenë në qendër, duke ekuilibruar disi me futjen e një lojtari në pozicionat e real si Frenki Vyshka, pra. Hoxha, lëvizje mjaft e bukur. Nga krau i djathtë kemi Zekajn dhe Hykën. Hyka i drejtohet zonës, provoni vetëm, ka një tërheqje nga Fanella. Nuk ka asgjë, thot gjyqtari. Qaushi që edhe këtë herë Partizani konteston këtë vendim. Minuta 65. E dukshme ajo dorë vendosur dhe tërheqja nga Fanella. Por e ka vlerësuar me intensitet. Ka kërkuar diçka më të fortë në atë zonë. Qaushi, me sa duket. Një 2-0 vendosur në këtë fraksion të pjesës së dytë. I pari që hapi portin ishte Zekaj për golin e 22 personal. Ndërkohë që Orgido Leshaj, i cili përfitoi nga një gabim i portës, mos koordinim me mbrojtjen e Vorës, duke dërguar topin lehtësisht për 2-0 në minutën 61. Do të tregoni kujdes, shikoni, një mundësi për Vorën tashmë. Nga krau i djathtë, por më i forcës duhet shkon drejta në fundore. Zekaj. Këmbgul Zekaj. E dërgon tek Hoxha. Lëvizja e Hykës, korridori për të. Mbyllet nga mbrojtja. Por gjithashtu ndërhyn saktë aty Frenki Vyshka. Edhe njërë Partizani bëhet gati dhe skuadra e Vorës për 2 zëvendësime. Edhe pse nuk atim të kuptojmë, pasi dhe numri 11 ka qenë në fush, është një rikthim apo
është rikthim pra, ka kaluar me sukses, por dëmtimi ndodhi nga pasporte, ndaj dhe kjo ishte një konfuzion. Del nga fusha e lojës Dragjoshi dhe vendi i tij merr Qose me numër 68. Kryziu. Leshaj. Këmbgul Vora, e cila provon me këtë goditje nga distanca, ndërmjet sakt Qefalia. Vyshka. Zekaj. Myrto. Ideja është mjaft e mirë, por në vështirësi ndërhyn Murati. Hoxha në zonë, i rrezikshëm ky pasim për Hykën, goditja dhe shkon në rjetë. Partizani 3, Vora 0. Ergit Hyka shënon golin e 20 personal. Por çfarë trio kemi parë. Hyka, Zekaj dhe Hoxha. Pa dashur të ndaj pjesë të skuadrës, por vërtet golat, aksionet dhe kreativiteti kësaj treshje është i lartë. Le ta shijojmë edhe këto çaste. E shikoni Hoxha, Zekaj, Hoxha dhe një herë me kokën e ulur, por e di shumë mirë se ku është Hyka dhe ky që e godet në cepin e majtë të portës të shtyllës ngjitur, pa i dhënë asnjë shans, as mbrojtjes, por as portierit Loka, që mposhtet për herë të tretë. Për 18 minuta, 19 minuta lojë, 3 gola. Ky është Partizani. E tashmë, e më shumë mundësi do të shijojmë momente tjera, shënimi, por me shumë mundësi dhe Vora e dorëzuar, nuk do të kërkoj shumë të dalë në aventurë, edhe pse pas këtij goli shikojmë që kërkon të dalë aventurë me disa lojtarë duke afruar zonës, por Partizani ishte i gatshëm që nga momenti në moment, falë dhe kreativitetit, ngjyrave që prodhon gjatë ndërtimit e aksioneve, si në këto çaste, shikoni sa bukur del skuadra kuqe. Është Luciano Myrto. Ka pranë Zekajin, e dërgon tek Hyka, kombinimi mes Lucianos, Zekajt, Hykës, Hoxha. Le të shikojmë Hoxha, kërkon hapësirën goditse, por nuk arrin, megjithatë vijon sulmi. Kaja, Myrto. Është i qartë Partizani këto çaste, që kërkon të shënon një tjetër gol. Hyka në zonë, mundësia për provuar një tjetër goditje, sërish Loka, topi që mbet në zonë, por këtë herë nuk ndiqet nga pjesë tjetër skuadrës një tjetër tentativë, por ishte lehtë e Hykës, i cili shpesh në duelet e tij e kemi parë ta ketë më shumë personale me portierët, pra që shpesh i presin goditje të pamundura, por nga i herë pësojnë gola, le të themi në një farë mënyrë jo të lehtë, po gola që edhe vetë Hykën e kanë surprizuar. Bëhet gati për zëvendësim Partizani, Markoçi i gatshëm për të hyrë në fushën e lojës. Le të shikojmë. Është Kaja pra, Dardi Kaja. Minuta të mira, këto 70 minuta ka bërë një paraqitje pozitive mbrojtësi Partizanit Kaja, që në këtë sfidë ka qenë vendosur shpesh përpara mbrojtjes, i dubluar dhe me Osman Myrton, kanë bërë mjaft mirë në koordinimet, në manovrat. Gjithçka perfekte, pra nuk kam çfarë lishtoj kësaj sfide deri në këto çaste, me një Partizan shumë të qartë në të gjitha fazat dhe shumë kreativ në ndërtimin e aksioneve, pavarësisht se vetëm 3-0, ku të paktën ky rezultat do të ishte vetëm në pjesën e parë. Një gol i mohuar, një penallti e pa dhënë, 2-3 raste pothuajse me portën e boshatisur. Por ky është futbolli, nga herë shpresoj që kjo pjesë e parë të shërbej jo vetëm trajneri që i ka dhënë detyrat e qarta për lojtarëve. Shikojmë Hoxha, topi që goditet bukur, por ngjitur me shtyllën e djathtë të portierit e Loka. Pra, siç edhe e përmendë, shpresoj që pjesa e parë të shërbej të jetë një leksion për djemt tan, por mbi të gjitha edhe për trupin gjykuese.
që deri diku në këtë pjesë të dytë, pra ka le të themi e ka stabilizuar disi, por edhe në këtë pjesë të dytë kishim një episod, dy episode, një i Ergit Hykës që kishim mundësi ta ndiqim pak çast më parë dhe gjatë fillimit të pjesës së dytë ishte Rej Zekaj, një tjetër kontakt që nga të gjithë të kontakte, pra nga gjithë të përplasje, asnjëra nuk është akorduar. Në një farë mënyrë mbase mund të justifikohet me idenë që ky gjyqtar pra lejon dhe lojën e fortë, lojën mbi atë normale. Goditja këndi për Partizanin, goditja numër 7. 7-0 që nisëm me shpejtësi. Hoxha, Zekaj. Kërkohet kombinimi i tillë është gjithmonë Hoxha. Provon hapësirën Hoxha. Del nga zona i rrethuar nga disa lojtarë. E tashmë Kërziu. Me shpërthimin e tij, me atë kreativitetin që kërkon të surprizojë gjithmonë mbrojtjen. Luciano Myrto, ideja ishte fantastike, largohet nga mbrojtja. E Voros që provon të dalë me shpejtësi. Vjen Luciano Myrto për ta mbyllur, nuk arrin dot. Tashmë provon një pasim të mehershëm me skuadra Voros me 2-3 tentativa, por Partizani e ka mbyllur me sukses. Tashmë është një Vorësh balancuar, duhet të tregojmë më efikas, nuk kemi arritur këmbgul Myrto. Është Merkoçi. Tashmë është Myrto. Zekaj i drejton zonës, kërkon hapësirën, mund të godas me të majtën, e bën dhe bllokohet për goditje 8 nga këndi. Rej Zekaj. Është minuta 74. Me qëtësi vjen Olgido Leshaj. Shikoni çfarë kombinimi të bukura Hyka në zonë, por në fund nuk arrin dot të asistoj dhe as të godas ky top që shkon në fundore. Krijoi një iluzion sikur prek nga mbrojtja, sikur erdhi një ndërhyrje e mbrojtjes, por Vora tashmë që provon, minuta 75, 15 nga fundi. Pjesa e dytë ka rezultuar fatale për skuadrën e Voros që nuk ka mundur të ndalë asnjë nga tentativat e rrezikshme të Partizanit që nga Zekaj, i cili goditi mjaft bukur me kokë, Orito Leshaj që përfitoi. E tashmë mundësia sërish për Zekajn. Nuk arrin dot Zekaj në tentativën e parë. Hyka heziton në mbrojtja sulmi i Partizanit. E tashmë çfarë kemi shpërdoruar? Ka një hezitim nga dyshja Zekaj Hyka. I pari që nuk i ram më të parë ishte Zekaj, duhet të bënte një goditje, por ka dhe një le të themi dëshirë altruizmi, e ndaj dhe ky hezitim mbase skuadra e kuqe përgatitet për të asistuar për të dhënë një gol Riset Hoxhës që po vinte me shpejtësi. Megjithatë edhe ky aspekt vlerësohet, por golat duhet shënohen për të rritur statistikat dhe për të përmbyllur këtë takim që po shkon drejt fundit. Shikojmë të gatshëm për të fushën e lojës dhe Çelamin, pra Diamant Çelamin. Del nga fusha e lojës autori i golit të dytë, Orkido Leshaj. Takim mjaft pozitiv edhe për Orkidon, i cili shënoi golin e tij të 5 personal në këto 15 javë. Në fushë Diamant Çelami, takimi i tij 4 në këtë sezon me fanellën 18 vjeçarëve. Myrto, mjaft mirë për Hoxhën. Hyka, Zekaj, me shpejtësi dërgon tek Markoçi. Gjithmonë Markoçi ka marrë një goditje dhe faull për Partizanin. Goditje dënimi në një pozicion ballor, një takim që nuk ka patur asnjë karton të verdhë deri në këtë çaste.
përveç 2 kartone të verdha të marrë nga trajneri Aldo Duro të një pas njëshme. Në minutë 35-37 duke detyruar këtë të fundit ta lë skuadrën në ndërtimin e Klej Carës. Klej Cara, asistenti e tij pra. 28 vjeçari. Megjithatë Duro nuk është shumë larg aty pranë pankinës dhe mund të dëgjohen shpesh thirrjet e zërit i duke qenë i gatshëm të kontribuojë dhe të mobilizojë skuadrën në çdo moment. Po le shikojmë çfarë do të sjellë ky moment teksa pranë topit kemi Rej Zekaj dhe Luciano Myrto. Është Myrto që do provoj. E fort kjo tentativë që përplaset në mur. E ndjen dhe atë goditje dhimbje në shpinë. Lojtari i skuadrës së Vorës. Numri 19 Skënderi. Hoxha. Mundësia për të goditur, reziston Hoxha, nuk arrin dot Zekaj, vjen në ndihmë dhe Vyshka, topi është për të. Krosimi më hershëm, bllokohet i pari, e dyta për Hykën, i cili provon me kthesën. Çfarë ka humbur? Shumë pranë zonës, vetëm 1 metër larg Hyka me këtë kthes. Kërkoi të realizonte një gol të bukur, por edhe vetmja mënyrë ishte për të provuar në atë kënd të vështirë. Gjithsesi Partizani vijon me sulme të një pasnjëshme edhe pas golit që shënuar nga Ergit Hykas. Golit të tretë pra. Markoçi. Myrto, por gjithçka do të kthehet tek kjo rivenensore që sipas gjyqtarit është e parekull të ndaj dhe Partizani tashmë bëhet gati për një tjetër zëvendësim. Zëvendësimi numër 5 pra. Është Vlashi që do futet fushë lojës del Robin Balla. Gjithashtu dhe Robin Balla, i cili ka kryer detyrat e tij me sukses duke qenë neutralizues në 2 tentativat, në 2 kundërshtyme të shpejta, një duke bllokuar dhe duke mos lejuar hyrjen drejt zonës dhe tjetra duke e devijuar të top duke humbur forcën asaj goditje të bërë nga sulmuesi i Vorës e më pas do vinte ndërhyrja e qetë lehtë Klaus Çefalis. Por jo vetëm, gjithsesi koordinimet me pjesë tjetër të skuadrës kanë qenë në detaj duke mbajtur një mbrojtje hermetike. Një mbrojtje që tashmë po shkon drejt një suksesi të rëndësishëm me 14 gola të pësuar. Mbrojtja e Partizanit qëndron në vendin e dytë, por ka sakrifikuar, patjetër që ka sakrifikuar mbrojtja e Partizanit për të shkëm të mundësi. Hyka e dërgon tek Hoxha, ndërpritet ky pasim i Hykës. Ka ndikuar pra dhe suport i madh që mbrojtja e Kuqe jep sulmit me krahët duke filluar nga Kryziu pra që është gjithmonë aty pranë sulmuesve në çdo moment. Por edhe pjesa tjetër që bën maksimumin për të bërë urljedhse me mesfushën dhe sulmin. Markoçi. Kërkohet Myrto. Lëviz mirë lojtari i skuadrës Vorës, një tentativë mundësi nga kraju i majt. Le të shkojmë çfarë do të sjell ky aksion teksa rrezikshëm në zonë. Çefalia në dy kohë nuk lejon skuadrën e Vorës të hap sfidën të shënojë një gol në minutën e 81. Niset Partizani. Është Hoxha. Topi drejt Zekajt. I afrohet Luciano Myrto, kërkon hapësirën, e dërgon tek Myrto, i cili me qetësi pason drejt qendrës, mundësia goditse, nuk e goditse të parë, tashmë vjen kjo tentativë dhe pa besueshme. Çfarë bën Loka? Nuk arrin dot Hoxha, që kërkonte me ngulm këtë gol në këtë sfidë, edhe pse ka qenë shumë efikas me asistimet, pasimet dhe gjithçka tjetër. Nga herë goli, siç i themi dhe në gjuhën popullore,
nuk vjen me zor, duke kërkuar në çdo mënyrë. Le të vi natyrshëm. Ashtu siç kemi parë të shënoi dhe gola të tjerë të bukur. Risel Hoxhës, autori pra i 11 golave në 17 javë. Shumë janë pra për një mesfushor fantazist, por që ka mbështetur shumë dyshen Hyka dhe Zekajn pra. Pa llogaritur që aksionet e tij kanë qenë një panik i madh për mbrojtjen kundërshtare. Provon Vora. Një top i gjatë drejt zonës ku ndodhi vetëm sulmuesi Qose. Del Partizani. Myrto, i cili do është detyruar të driblojë dhe gjyqtarin Qaushi. Zekaj. Nuk arrin dot Zekaj. Mundësia tashmë për Vorën që ka shumë hapësira. Edhe kjo tentativë e jashtë kuadratit, por sa pika pasimi kishte në këto çaste lojtari i Vorës që as nuk e mendoi fare që ta kalonte top. Kjo gjë e mirë për Partizanin që vijon të ketë portën të paprekur edhe kur është kapur në tranzicione të rrezikshme. Vyshka. Kuptohet kjo lëvizje e Vyshkës, por gjithashtu dhe Vora e bën e katranos pra me këtë pasim. Megjithatë Partizani ka marrë me qetësi nga krau djathtë është Kreziu. Markoçi. Hoxha. Si gjithmonë marrje mjaft e mirë Risel Hoxhës. Me shumë qetësi Kreziu. Kombinime mjaft të bukura. Hoxha, Kreziu. Sërish Kreziu, shikoni mundësi e mirë në zonë. Kreziu pasimi për Hykën, asistimi, por nuk kuptohen ide ishte mjaft e bukur e Hykës, por Hoxha kishte avancuar pak më shumë se ç'duhej në momentin e duhur. Edhe herë Partizani provon me Vyshkën. Kërkohet Myrto. Ervinancor për Partizanin. Zekaj. Gjithmonë Rej Zekaj. Hyka. Kërkohet me forcë një pasim drejt Kreziut. E ka Çelami. Tashmë është për Kreziun. Mundësia goditse e bën me të është Hoxha që goditi, madje ka diçka për të sqaruar me koçin. Minuta 85 shkojmë drejt fundit të takimit. Javës 17 Partizani rikthehet në krye. Rikthehet në krye të renditjes me 44 pikë, po Ajsa Tirana, por golovarazhi, ndeshje direkte, të gjitha e mbajnë Partizanin në vendin e parë. Takimi i radhës për skuadrën e Aldo Durrës do të jetë në Durrës për të mbyllur dhe për të por ne shikojmë të mundësi të Vorës që është përballë portës në rry Qefalia. Një mundësi mjaft e mirë për Vorën, por këtë herë tregohet vetimtar gardiani Qefalia, duke mos lejuar golin e parë për Vorën në këtë takim. Por pra tek cilësit, aty ku po flisim edhe pak çastën e parë. Partizani ka shumë cilësi, por edhe një herë duhet të tregojmë të kujdesshëm. Shikoni një tjetër mundësi për skuadrën e Vorës që i drejtohet portës. Numri 9 vjen goditja, bllokohet nga Osman Myrta, por duhet të tregojmë të kujdesshëm pasi në dy gabime të bëra gjatë ndërtimit të aksioneve i japim dy mundësi edhe tashmë sërish komplikojmë pak pra duke bërë veprime që duhet i shmangim në të tilla momente. Një mundësi u bllokua nga Qefalia dhe një nga Osman Myrta, por shikoni çfarë ndodh në futboll. Në pak sekonda krijohen pothuajse të gjithë rastet e një ndeshje. Sepse futbolli pra është një lojë që nuk fal ku ti tregohesh le të themi indiferent dhe naiv në
me idenë që loja ka mbaruar, por jo, nuk ka mbaruar. Sërish Vora që përgatitet për një tjetër sulm, këtë herë ndërhyn mbrojtja e Partizanit. Ka një zhbalancim të skuadrës këto minuta të panevojshme. Duhet një mobilizim deri në fundit. Kemi respektuar këtë sfidë për 87 minuta, tashmë ta çojmë deri në fund për të bërë një mbyllje, një kornizë mjaft të bukur. Si në këto çaste tashmë duhet ta mbyllim me një tjetër gol. Pse jo? Zekaj e dërgon tek Hyka. Edhe Partizani ndjet shumë i lodhur ky top, shumë të thellësi. Ndjen edhe lodhin në muskujt e tij. Hyka, Hoxha provon zonën. Vion ta ketë kontroll por tashmë edhe Hoxha ndjen shumë lodhje, megjithatë ka rekuperuar për me fat, thot gjyqtari Qaushi. Ishte një reagim i Partizanit që detyroi pak Vorën të kthehet me këmbë në tokë, pasi në këto minuta po bënte gjithçka për të shënuar një gol. Por edhe një tjetër mundësi drejt zonës së Qefalis që del me sukses dhe e shkelmon me forcë. Por është ajo çfarë ju thash pak çast më parë, ka Partizani një lloj ftohje, një lloj qëndësie të theksuar, duhet kemi patjetër vigjilencë deri në shkëllimin e fundit të gjyqtarit. Gjithashtu dhe Zekaj e ndjen Sulbinion lodhjen, por shikoni, 3 lojtar, 4 lojtar kanë mbetur në zonën e skuadrës së Vorës, ndërkohë që Vora tashmë sulmon me 6 lojtar kundrejt 4 të Partizanit. Afrohet nga dalë pjesë tjetër e skuadrës, ndërkohë që Vora nuk ka të forcën për të përfituar nga ky moment jo i mirë i vendosit të skuadrës kuqe. Dal nga dal mobilizohet Partizani, ndërkohë që Vora përgatitet për këtë tentativë. Qefalia, goditje fort ishte. Qefalia ndërhyn saktë në minutën 89. Janë disa minuta ku Vora kërkon gjithçka për shënuar të paktën një gol në këtë sfidë. Ndërhyn Kreziu. Edhe një herë këmbgul skuadra amike, e cila këtë herë nuk ka arritur dot pasi ky top i krosuar në djathtë shkon drejt në rrëvën e fundore, me qetësi e merr Klaus Qefalia. Shkojmë drejt fundit të takimit, një fund që mbas edhe me të drejtë Partizani kërkon ta menaxhojë me qetësi, por në bashkëpunim patjetër me të gjithë skuadrën. Jo pjesë pra, ku sulmi e kërkon ta vë në zbatim vet këtë pjesë pa mbështetjen e mesit të fushës dhe e mbrojtjes që e vuajti shumë në këtë minutazh sulmet e Vorës të njëpasnjëshme. Por fatmirësisht kemi në port një gardian si Qefalia. Zekaj po këtë herë një flamur i ngritur, një pozicion është loje që shumë i vështirë për ta kuptuar milimetrik nëse mund të jetë. Por ishte një mundësi e mirë për Partizanin. Jemi në më pak se 30 sekonda nga fundi i takimit të javës 17. Partizani është duke korrur suksesin e radhës, suksesi numër 14 fitore, 2 barazime dhe vetëm një humbje. Por edhe një herë shfaqje të rrezikshme në zonë. Skuadra e Vorës me këtë pasim që mbyllet nga Luciano Myrto. Duhet të dalim të largojmë të top. Ndërkohë që këtu mbyllet sfida, nuk ka asnjë sekond shtesë për sfidën e javës së 17. Partizani fiton 3-0. Një sfidë e menaxhuar, kontrolluar, dominuar nga skuadra kuqe në minuta e parë, ndërkohë që gola do vishin vetëm në pjesën e dytë, si fillimisht në minutën 50 Zekaj, ndërkohë që në minutën 61 Lesha dhe në minutën 68 Hyka. Duke u falenderuar që na keni ndjekur në këtë transmetim të gjatë këtu në Partizani Channel. Ju uroj shikim të këndshëm, por mos harroni, forca Partizani! Pyetje tjetër.